Deri orën 8 kam drejt pyesin. Po, zhutëm. Edhe pse basketbollin e ndjeki, po ka marrë NBA, kështu që... Pra, do t'jetë shumë interesante që dim... Po të vendoshin 3 votat e Limajt, më bo 61 vota, kur të 10 ministria kishtë donë veç më bo bashkoalicion. Si jabë 10, mësë bo. Po edhe që të votat e Lim që në dyshim të alo, a mund me ka përcyt 61. Ama vetëm nuk mund është me ja u rëndësin Lima i dhe qatë masave Sadiku nuk është i bindur që i ka 61 e nevojshëm. Alo besoj. Që kjo është të evonu? Unë alo besoj që zoti Limaj nuk s'ka marrëveshje me VV-n, e kam thonë edhe më përporën ku fletke që i ka ndo postin e kryeparlamentarit e tjerë. E kam di që s'ka qenë ashtu, ka qenë një dorë, ku e në bisedu shumë gjona, ku Limaj me siguri ka premtu që zëtë le një krizë institucionale. Si institucionalist? Do të voton qeverin, mundet edhe me së marrë pjesë fore vetë në qeveri, po të voton qeverin me një kurs që Jo, nuk është një kurs. Reformat zgjedhore. Janë shumë kushte. Çështja e veteranëve është edhe zhvillimi ekonomik veteranët e kryeparlamentarit po ashtu. Që po unë edhe posti kryeparlamentarit, unë për postin e kryeparlamentarit nuk e kam si informacion.